Përshëndetje të dashur miq, ty kam sjell çaj me hithra. Mbasi erdha nga puna, thash po të shlodhem pak dhe do të çohem të pi një çaj e pastaj do filloj punët. Mirë po thash e kisha me dy mendje, ta regjistroj këtë video, mos ta regjistroj. Thash po e regjistroj ndofta frymëzoheni. Këto hithra i kam mbledhur vetë dhe i kam tharë në hije. Keni parë dhe videot ku kam mbledhur hithrat. Në një tenxhere hedhim ujin, e zjej, mbasi ka zjer ujë, hedhim një dorë me hithra të thata. Afërsisht 250 ml ujë për një tasë, një lugë me hithra të thata, gati rreth 15 gram hithra të thata. I hedhim, sa marin valen e parë, i mbulojmë me kapak, i lejmë për 4-5 minuta, i kullojmë, i hedhim në filxhan. Para se të filloni që jemi bërë të gjithë doktor, unë po e tregoj libra, ato librat mi ka falë një mikesha ime ka këtu edhe 10 vjetë, sa e di që unë kam pasion si përgatim, dashpërbarisht e tjera dhe thash po e tregoj para se të më kritikoni, që unë e kam marrë edhe nga libri, lexoj edhe libra, edhe se jam pa shkollë, po lexoj edhe libra, se më interesojnë dhe më pëlqejnë shumë. Hithrat janë shumë të mira, ka shumë benefite, hollojnë gjakun, ulin tensionin e gjakut, është e shkëlqyer edhe për pastrimin e mëlçisë të veshkave, nga formimi i rërës dhe i gurëve të vegjël, nuk rekomandohet në rastet e edemës ose të sëmundjeve të zemrës, megjithatë rekomandohen nga doktori. Këto janë librat, nga këto librat nuk i gjen më, këto janë libra që janë bërë kush disa vite më parë dhe më pëlqejnë, i kam ja 10 copë nga këto, si përbimët, edhe mësoj shumë nga këto. Këtu do të tregoj gjeta dhe foton e hithrave, ja ku e keni, dhe lexova librin dhe e ndava me ju këtë çaj, këtë tizana. Ju përshëndes dhe një mbasitje të këndshme. Ciao ciao.